Si është të ardhmën tënde në këtë pjesë tuana? Ku ndoshta do të fokusohesh më shumë? Do e kesh primare poezinë të shkruarit, apo ke qef ndoshta ndonjë profesion tjetër e këto me pas si pasion? Si e sheh? Si do të jetë ndoshta e ardhmja jote në të ardhmen? Unë mendoj se ky hobi kam unë vazhdu, edhe pse unë e kam qef një hobi tjetër. Çfarë? Një profesion. Është që jem stomatologe. Po. Kam qef më vëllë si pas motrës tami, ndjek më hopat e motrës tami. Motra jote është stomatologe apo është në studimet stomatologi? Është në studime ku studion për stomatologji. Edhe ti, po dash kemi ju bo pak a shumë kraj djatë motrës, a? Po. Këtu që ke inspiru. A mundet me ndryshu ke dëshire jotja, apo e ke vendos? Është e vendosme. Si pas motrës tami, në kam shumë qef me shku. Mirë shumë, urojmë që kemi me të po një stomatologe shumë të njohur dhe të suksesshëm mbi gjitha, edhe pse jo, më ardhë dhe mi kontrolu dhe më të te. E me pjesën e moderatorës, prezentusës shambull? Edhe ato se kam mendu, po të ashtë të këshyrme. Po. Tuana, unë i kam edhe një rubrikë ku flasim paka shumë për imagjinatën, edhe paka shumë ndoshta flasim edhe për pasionin tënd, edhe për jetën, edhe për mënyrën se si ti e sheh botën në përgjithësi. E ke menduar ndonjëherë që në të ardhmen kishe pas mundësi me qenë presidente ose udhëheqëse e vendit? Nuk ka që e ka mendu me qenë presidente, se nuk ka që isha vetëm politik, po në që se kisha qenë, e kisha bo më të mirë korupcionin, më të mirë shëndetësin, arsimin e shumë gjona tjera. Pra, ishë ndalë të këto pika. Korupcioni, arsimi, shëndetësia, që janë shumë të rëndësishme dhe primare. Mendon që anda nuk janë pikën më të mirë në Kosova, edhe të kishe punu rreth kësaj? Nuk janë shumë që janë të mira, po unë kisha punu gjatë kësoj pika. Tuana, nëse kishe me qenë kryetare një qyteti, për shembull nëse kishe me qenë kryetare e Prishtinës, si kish mu dok Prishtina si pas imagjinatës së Tuanës? Rrugët kishin qenë më të hapura, kishin vendin më i pastërt, kish pas rregulla e shumë të tjera. Si kishe me përshkru vetën me 3 fjallë? E kisham përshkru vetën që është e shoqërueshme, e sjellshme ndaj të tjerëve edhe e edukueshme. Mirë shumë, 3 pikat kryesore. Mandej edhe unë po të shtoj e talentuar, e bukur këto, kështu që po të bëhen shumë, po që mirë shumë që ti i vlerësove të vetja ato të 3 të parat. Çfarë të bën më shumë krenare për veten? Më bën krenare që çdo sen që bëhet në një jetë i respektoj. Edhe nuk e lë gjonë anash asnjë sen. Po. Ndërsa për çka tjetër mundesh me qenë krenare në jetë? Për njerëzit tu, për rrethin për shembull? Jam krenare që kam familjen ofër, edhe që po mundona mi bë krenare edhe ata. Po. Nëse do kishe një superfuqi, për 24 orë të paktën, çfarë superfuqi e kishe pas qef me pas? Kisha pas qef me pas superfuqin që m'ja plotësu fëmijëve çdo dëshirë të vetme. Mirë shumë. Qysh kish me qenë një ditë perfekte për ty? Prej momentit kur zgjohesh herët në mëngjes deri mbrëmje, qysh e kisha përshkruar një ditë perfekte? S'pare me u merë me vetën, me bë senet personale, pastaj me nis me aktivitete ndryshme, edhe pak me mësu, e shumë senet të tjera. Çka mendon që është një gjë e vogël ndoshta për me thonë ose me pa, po që ty të bën shumë të lumtur? Kam shumë dëshira të ndryshme, po e shoh veten që nuk më përmoj me përshkru. Po, për shembull poezia, besoj, është diçka që ty të bën të lumtur. Ndoshta për dikën që nuk e ka shumë pasion, mund të më kon diçka e thjeshtë, e vogël.